Në një ngjarje të rëndë të ndodhur në fshatin Shtyllas, Fier, një babë dhe bir janë përpjekur të vrasin një 58 vjeçar duke e sulmuar me një sopat. Si pasojë e këtij sulmi, Lesh Marku u plagos dhe u transportua në spital, ku ndodhet në kujdesin e mjekëve. Autorët e dyshuar të krimit janë 63 vjeçari Pashuk Paluca, i cili është arrestuar, dhe djali i tij 40 vjeçari Ndue Paluca, i cili është shpallur në kërkim nga policia. Sipas burimeve zyrtare nga policia, ngjarja ka ndodhur në mëngjesin e së shtunës në fshatin Shtyllas. Dy familjet, të cilat kanë jetuar për vite të tëra në këtë fshat, kanë pasur një konflikt të hershëm, i cili ka shpërthyer përsëri ditën e djeshme. Autoritetet policore janë njoftuar menjëherë për një ngjarje të dhunshme, ku një shtetas ishte plagosur me mjetprerës. Shërbimet e komisariatit të policisë Fier janë dërguar menjëherë në vend ngjarje dhe kanë arritur të kapin dhe të arrestojnë një nga autorët e dyshuar të sulmit. Dy autorët e dyshuar, babë dhe bir, Pashuk dhe Ndue Paluca, janë përfshirë në një konflikt të ashpër për motive të dobta, që ka eskaluar në dhunë. Ata kanë përdorur një sopat, një mjetprerës për të goditur viktimën, Lesh Markun, 58 vjeç, i cili ka marrë plagë të rënda. Pas reagimit të shpejtë të policisë, Pashuk Paluca është arrestuar në flagrancë dhe është vënë në pranga për veprën penale vrasje me paramendim, e kryer në bashkëpunim e mbetur në tentativë. Ndërkohë djali i tij, Ndue Paluca, është shpallur në kërkim dhe autoritetet po punojnë intensivisht për kapjen e tij. Viktima, Lesh Marku, ka marrë ndihmë mjekësore dhe ndodhet në kujdesin e mjekëve në spital, ku po trajtohet për plagët e tij. Ndërkohë, mjeti i përdorur për sulmin, sopata, u sekuestrua si provë materiale nga policia. Ky fakt është dokumentuar dhe do të shërbejë si dëshmi në hetimet që po zhvillohen. Pas përfundimit të hetimeve paraprake, specialistët e seksionit për hetimin e krimeve kundër personit kanë dorëzuar materialet për kacën e prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Fier. Prokuroria do të vazhdojë me hetimet dhe do të ndërmarrë hapat e nevojshëm ligjor për të sjellë para drejtësisë autorit të këtij krimi të rëndë. Në këtë moment është theksuar se hetimet janë ende në zhvillim e sipër dhe autoritetet po bëjnë gjithçka të mundur për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes dhe për të siguruar ndëshkimin e përgjegjësve.